Medina Hykaj dhe Melida Hykaj janë dy motrat e basketbollit të Vllaznisë. Por Medina Hykaj ishte sot kapiteni tek skuadra U18, ndërkohë që motra tjetër është me ekipin e parë. Dirigjuat skuadrën me mjaft meritë, me një fitore shumë spektakolare që morët vlerësimin nga publikurimi kapitenja. Shumë faleminderit. Ishte një lojë shumë e bukur, plot emocione. Shumë faleminderit edhe vajzave të ekipit që na ndihmuan me arritë rezultate. Një ndeshje shumë emocionuese, pati edhe zigzaget e veta, sidomos pjesa perioda e parë, por me pas ishte gjithçka në kontrollin tuaj. Si ishte mobilizimi brenda skuadrës së Grinda, skuadra e karikuar për fitore, si e vlerëson bashkëpunimin e pjesës parë? Pjesja parë është ndër pjesja më mirë domethënë, edhe kanë dhënë kontribut shumë për skuadrën, edhe kena arritë të dalë në finale. Gjatë lojës pati dhe kolegët e tjera që erdhen nga Stoli dhe e mbështetën skuadrën, ato dhanë kontributin e tyre. Po, na dhanë shumë zemër si ekip, edhe dole. Të shpejnë në finale, në vjetë finale shumë interesante për të fituar titullin kampion. E besoni? Po, edhe mund ta fitojmë. Mund të çojmë kupën. Janë dy skuadra, Tirana dhe Goga Basket, akoma nuk kanë luajtur. Po. Cila prej tyre preferohet nga ju? Preferohet mund të fitojnë edhe Tirana. Është ndëm të parë, mund dalim me tonë në finale, domethënë, me Tiranën. Diçka edhe për tifozërinë shkodrane ishte shumë e zgjatë, por mes tyre ishte edhe familja Hykaj në tribunën, por edhe Gjyshi Berhani. Berhani Media që është një dashamirës i ka hershëm i sportit. Morët edhe Gjyshi. Gjithjen e tyre? Po, këtë familja më mbështeten shumë. Dhe do i falenderoj shumë, sa i falë tyne kam arritë të qëllimet që kam. Ju pam në pushim të pjesës parë që vrapuat në tribunë dhe e përqafuat familjen. Po, i përqafova sepse më dhanë më shumë kurajo. Dhe kjo fitore sot me shkon për familjen patjetër? Po, patjetër për familjen. Suksese me tjenë. Shumë faleminderit.